program Jetë Ndryshues. Ne na ka dërguar Jezus Krishti, na ka dërguar në këtë botë të kryejmë misionin e tij, shërbesin e tij, të shpallim ungjillin e Jezus Krishtit, të shpallim se ai është këmbi i jetës. Mbi te duhet themeluar jeta, jo mbi pasurinë, jo mbi karrierën, jo mbi lavdinë tënde, por mbi lavdinë e Jezus Krishtit, mbi këtë shkëmb. Le të gjejmë shpresën, kuptimin, besimin te Krishti, guri i themelit. Mesazhe nga shërbesa e pastor Shkëlqim Barakut, që vijnë çdo ditë në familjet tuaja në orën 18 dhe 10 përmes valve të Radio Emanuel. Le të ndërtojmë jetën tonë me gur të gjallë besimi, të themeluar në gurin e qoshes, Krishtin. Gur të gjallë, si të jetojnë çdo ditë për Krishtin. Rikthehemi sërish në studio, miq, vazhdojmë të jemi drejt për së drejti në valët e Radio Manuel për gjatë programit Muzik Plus, dhe në këtë momente në studio na është bashkuar i ftuari për sot. Unë kam prezantuar edhe më herët, pastor Plator Çollaku nga Kisha Ungjillore Libonik Maliq është me ne në këtë ditë të veçantë, në këtë të premte të kryqëzimit. Pastor, përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku sot. Përshëndetje Kela, kjo është një ditë tepër e veçantë për të gjithë njerëzimin në të gjithë botën në ditën e sotme. Festohet një lajm që Krishti vdiq në kryq. Por mbi të gjitha, pas 3 ditësh ai u ringjall prej së vdekuris. Pashka është një fest shprese për të gjithë ata që ngrejnë sytë te kryqi për shpëtimin e jetës dhe të shpirtit të tyre. Kjo është një ditë e veçantë, një ditë për të menduar dhe për të reflektuar thellë në jetën tonë për atë që Perëndia bëri në kryq, për faljen e të gjithë mëkateve tona. Kjo është një ditë e zymtë në historinë e botës. Por jam i kënaqur se kjo ditë, pavarësisht se mund të jetë e zymt, mund të ndriçojë shpirtin e miliona njerëzve kur ngrej kokën lart dhe shikon shpresën, se shpresa më e madhe në botë erdhi nga kryqi. Në perandoria romake, gjatë kohës që Krishti jetoi, ngriti afërsisht 4260 kryqe, por vetëm njëri prej tyre jeton dhe i tregon botës sot se Krishti jeton dhe është shpresë e gjallë për çdo njeri që ngre zemrën lart tek ai. Dhe kjo tregon për forcën dhe për fuqinë e kryqit. Unë parapëlqej ta them që e premtja e Pashkës është dita kur patjetër gjithçka hesht, por nga ana tjetër njëkohësisht flet më fort se sa çdo ditë tjetër. Prandaj ti personalisht si e përjeton këtë ditë dhe cila ti janë ndoshta emocionet, kuptimi më i veçantë i kësaj të premteje? Për ty si pastor, për ty si njeri në radh parë dhe më pas se si e përcjell edhe tek besimtarët në kish. Kur dita e dieshme perëndoi dhe kur gjithçka ra në qetësi, unë fillova të mendoja për ditën e sotme. Dhe ishte një reflektim i gjatë për jetën time dhe për të gjithë njerëzit që kam rreth e rrotull. Kur kujtoj kryqin, unë kujtoj faljen që Perëndia dërgoi me Krishtin, dhe kjo ishte një shpresë e jashtëzakonshme. Ishte një çmim i madh i paguar i faljes, edhe i dashurisë që rrodhi prej kryqit në botën e sotme. Gjithashtu më kujton çdo ditë se cilët janë njerëzit që unë duhet i fal, edhe ku duhet vendos shpresën dhe jetën time, tek jeta njerëzore apo tek shpresa e madhe që mbart Perëndia. Krishti kur ishte në kryq, tha një fjalë të jashtëzakonshme: "Fali o atë, sepse nuk dinë se çfarë bëjnë." Nëse në zemrën tonë kemi dhërim, kemi mosfalje, kemi mos pëlqim për ndonjë person, kjo është dita për të reflektuar se për shkak të dashurisë së Krishtit çdo gjë është falur. Edhe çfarë jemi ne njerëz që nuk mund të falim njëri tjetrin, edhe ndoshta ato mbetjet ndonjëherë, ato gabimet që secili prej nesh mund t'i ketë me njëri tjetrin. Prandaj vërtet është një ditë shumë e rëndësishme për të reflektuar jo vetëm mbi atë që Jezusi bëri në kryq, por edhe për marrëdhëniet që ne kemi me njëri tjetrin, sepse nëse nuk i kemi këto të ndërtuar ashtu siç duhet, atëherë nuk mund të mendoj që nuk mund të drejtohemi drejt veprës së Jezusit në kryq, për të qenë më të përulur, për të qenë më falënderues edhe për të reflektuar mbi veprën e tij. Në këtë të premte, fjalët e Krishtit në kryqin e Golgotës, në momentin që ai po vdiste tek Luka kapitulli 23, vargu 43, që fali o atë sepse ata nuk e dinë se çfarë bëjnë, janë një jehon e thellë për çdo besimtar dhe jo besimtar në botën e sotme, sepse nga falja erdhi dashuria, edhe nëpërmjet kësaj kuptojmë se sa shumë na ka dashur Perëndia ne. Edhe në kuadër të kësaj, pastor, kryqi është simboli më i thellë i dashurisë dhe i faljes. Çfarë tregon sakrifica e Jezusit për natyrën e vërtetë të Perëndisë?
Jezusi shkoi në kryq në një skenë që duhet të qenë shqetësuese për kohën në të cilën Krishti jetoi. Ushtarët romak po luanin bixhos për veshjen e tij, dhe këtë e shikojmë tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 19, vargjet 34, vargjet 23 deri në 24. Kriminalët në kryq në të dy anët e tij filluan të talleshin me të. Nëse është Perëndia, atëre zbrit poshtë nga kryqi, shliro veten dhe në të tjerët. Edhe tjetri i theshte, ti edhe duke vdekur nuk ke shpresë nga Perëndia. Në anën tjetër kemi udhëheqësit fetar që u tallën me të, edhe këtë e shikojmë tek Mateu kapitulli 27, vargje 41 deri në 43. Dhe turmat blasfemuese që talleshin me një person që po vdiste në kryq, tek Mateu kapitulli 27, vargu 39. I rrethuar nga kjo pjesë e padenjë e shoqërisë, Jezusi u lut për ta, o atë fali ata. Është një lutje e mëshirës dhe dashurisë së pashoq për njerëzimin që Krishti zgjodhi prej kryqit. Edhe në agoninë e tij, shqetësimi i Jezusit ishte falja atyre njerëzve që po bënin gjëra të këqija të ditë. Dhe ai nuk i konsideroi këta njerëz armiq të tij. Në fakt, nëse lexojmë gjithë Biblën, ne jemi miq të Perëndisë edhe kur jemi armiq të Perëndisë. Ai kërkoi Atit që t'i falte ajdutët në kryq që talleshin me të. Ai kërkoi Atit t'i falte ushtarët romak që e kishin tallur, përshtyr, rrahur, ja hoqën mjekrën, e fshikuan, i vunë një kuron me gjëmba në kokë dhe gozhduan në kryq. Jezusi kërkoi falje për turmën e zemëruar që e kishte tallur dhe kishte bërë thirrje kryqëzoje, sepse një person si ky nuk e meritonte të jetonte. Ungjilli sipas Markut, kapitulli 15, na sill gjithë skenën e asaj urrëtie që ishte atë ditë në kryq. Është e rëndësishme të theksohet shumë në ditën e sotme lutja e Jezusit. O atë fali ata. Besimtarët dhe jo besimtarët kanë nevojë për falje në jetën e tyre. Kjo do të thotë se Jezusi ishte i gatshëm t'i falte ata njerëz, sa më shumë ne që jemi njerëz. A kemi mundësi të falim të gjithë ata që na kanë bërë keq në jetën tonë? Për të gjithë ata që ushqejmë urrëtie çdo ditë, për të gjithë ata që mbrapa skenës kanë kurdisur 1000 plane të këqija për ne. Më keq se kjo skenë në kryq nuk kishte, por gjithsesi ai e shikonte gjithë këtë skenë me sytë e tij dhe ai përsëri nuk rriste urrëtie brenda shpirtit të tij. Pa i thërriste nga kryqi për falje. Falja është e domosdoshme. Është përmbushja e profecisë së vjatës së vjetër. Ai mbarti mëkatet e shumë njerëzve dhe ndërmjetësoi për shkelësit, ashtu siç thuhet tek Isaia kapitulli 53 vargu 12. Nga kryqi Jezusi ndërmjetësoi për ne mëkatarët, për ne që ishim armiq të Perëndisë, në mënyrë që të na bënte miq të tij. Edhe miq përgjithmonë. Amin. Në kuadër të faljes, e di, në natyrën tonë njerëzore shpeshherë falja duket e vështirë, kryesisht kur ne jemi të lënduar. Çfarë na mëson e premtja e Pashkës mbi të gjitha për fuqinë që ka falja dhe si mund të kuptojmë që falja është çlirim dhe jo një lloj dobësie që ne si njerëz mund ta mendojmë? Shiko, kërkohet më shumë fuqi për të urryer sesa për të dashur. Për të dashur e kemi shumë të lehtë për të dashur një njeri. E ndjem brenda zemrës, brenda shpirtit tonë, brenda jetës tonë, dhe direkt e duam një person si ky. Por urrëtien ti e ushqen për ditë, e shikon për ditë, e rrit çdo ditë. Urrëtia të sëmur jo vetëm shpirtërisht, po urrëtia të sëmur fizikisht. Edhe thuhet që ndikon deri në sëmundjen e kancerit një urrëtie në zemrën e njeriu. Por ka një lajm të mirë. Sot Jezusi është i ringjallur, edhe ai ndërmjetëson për të gjithë ata që janë armiq të Perëndisë, apo jo. 1 Timoteu, kapitulli 2, vargu 5, na thuhet se është i vetmi ndërmjetës midis njeriut edhe Perëndisë. Jezusi u lut, o atë fali ata, sepse ai po vinte në praktik parimin që kishte thënë në një nga predikimet e tij të famshme, në predikimin në mal, kur ai ju tha atyre, ju keni dëgjuar se ishte thënë, duaj të afërmit tuaj dhe urreni armikun tuaj. Por unë po ju them, duajini armiqtë tuaj dhe lutuni për ata që ju përndjekin. Mateu kapitulli 5, vargje 42 deri në 44. Jezusi i persekutuar u lut për persekutuesit e tij. Së bashku me gatishmërinë e Jezusit për të falur torturuesit e tij, është fakti se ata nuk e dinin se çfarë po bënin, sepse kështu po na thuhet tek Ungjilli sipas Lukës kapitulli 23 vargu 34. Nëse ne e konsiderojmë mosfaljen si një moment që njerëzit nuk e dinë se çfarë po bëjnë,
atëre kuptojmë shumë mirë që ata kanë nevojë për këtë dashuri më shumë se të gjithë njerëzit e tjerë në këtë planet. Mëkatet që e vun Jezusi në kryq ishin të paditura për rëndësinë e vërtetë dhe mëkatarët ishin të paditur për rëndësinë e vërtetë të mëkatit të tyre. Mëkatet që e vun Jezusi në kryq ishin mëkate të tmerrshme. Ushtarët personalisht nuk kishin asnjë vullnet të keq ndaj tij, por ata duhet të zbatonin urdhrin e perandorisë romake për ta kryqëzuar dhe u detyruan ta bënin një veprim si ky. Kështu i trajtonin ata zakonisht burrat e dënuar, duke i gozhduar në kryq edhe duke i torturuar, sepse ata vërtet e meritonin. Po brenda ndërgjegjes së tyre ata nuk mendonin thellë se ka po kryqëzonin dhe çfarë veprime po kryenin. Ata nuk e dinin se po vrisnin birin e Perëndis. Edhe një gjë e tillë na bëhet e qartë edhe tek 1 Korintasve, kapitulli 2 vargu 8. Turmat nuk e dinin se ka po përpiqeshin të shkatronin atë ditë. Udhëheqësit ebrejnë i kishin mashtruar njerëzit atë ditë duke besuar se Jezusi ishte një perëndi falso, i ngatruar në gjithë historinë hebraike të kohës. Veprat kapitulli 3 vargu 17 na e thon një gjë si kjo. Po duke u lutur tha o Atë, fali ata, Jezusi zbuloi për ulësinë dhe gjithashtu ishte një thirrje për pendim për të gjithë ata që po kryenin këto veprime. Ai i fali dhe ju dha atyre jetë të përjetshme. Një person që ndodhesh atë ditë në kryq ishte centurioni romak. Të gjithë ne e dimë historinë e tij. Ai ishte kryetari gjithë ushtrisë romake atë ditë që po merreshe me kryqëzimin e Krishtit. Ishte ai që jepte urdhra ushtarëve për ta kryqëzuar dhe mbërthyer atë në kryq. Por në një moment kur ai dha shpirt dhe tha o Atë fali sepse nuk e din se çfarë po bëjnë dhe pastaj përdori një fjalë greke të telestai që kuptimi i gjithë kësaj ishte borxhi të shpaguar dhe në këtë moment ai dha frym, centurioni romak ra në gjunjë dhe tha o Zot, kë kam kryqëzuar unë. Cili është personi që po kryqëzoj unë në kryq? Dhe ai u pendua. Ai ishte ndoshta i penduari i parë i gjithë urrëties që ishte atë ditë në kryq. Duhet të ndodhte vepra në kryq dhe më pas pendimi i parë ashtu sikurse sapo e prezantove pastor. Ne do të rikthehemi në studio menjëherë mbas një shkëputje të shkurtër muzikore për të vazhduar për të folur edhe më tepër për ditën e sotme, por në këtë momente ju ftoj të ndiqni këngën Për ulem nga Kisha Ungjillore Libonik Maliq. Vazhdoni qëndroni në valët e Radio Manuel. Jeni duke ndjekur programin Muzik Plus. Për ulem, për para teje, se me dashuri më ke mbuluar, me anë të gjakut të atje në kryq mëkatin ti ke pastruar, sa i humbur pas kam qënë me qiri më ka ndryshuar dhe jetën të mbeti atje në kryq dhe gjithë kjo vetëm për mua o Zot sa
sa I hungu, unë pas kam qënë, veçiri më ka ndryshuar, dhe jetën të mbeti atje në kryq dhe gjithë kjo vetëm për mua, o Zot sa thon, ti mua më do, o Zot sa fort, ti mua më do, o Zot sa fort, ti mua më do, o Zot sa fort, ti mua më do. Për ulem, realizuar nga kisha ungjillore Livonik Maliq është kjo këngë e cila na rikthen në studio në programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën sot me pastor Platorin. Dhe do të vazhdojmë të ndalemi tek falja. Duhet të të pyes pastor se si mund të bëhet falja një urë e cila na afron patjetër më shumë me Perëndim, por dhe me njëri tjetrin. Poeti klasik Alexander Pope, që jetoi në vitin 1688 deri në vitin 1744, poeti I njohur anglez, ai ka thënë një shprehje që ne shpesh e përdorim në jetën e përditshme. Ai tha, të gabosh është njerëzore, por të falësh është hyjnore. Është një nga shprehjet që dëgjon një klishe që dëgjon në jetën e përditshme, pa është kaq e vërtet. Njeriu vërtet ka gabuar, edhe ai ka urrëtie brenda zemrës së tij, po nga ana tjetër, të falësh është hyjnore. Nga kjo kuptojmë që falja vjen nga Perëndia dhe nga vetë Perëndia. Ne luftojmë çdo ditë me faljen. Ndoshta kjo është arsyeja pse jemi në një luftë kaq të manitshme me faljen dhe mosfaljen në jetën tonë. Dhe jo vetëm kaq, ne kuptojmë se çfarë ligësie mund të prodhoj zemra e njeriut kur ajo nuk fal të tjerët. Ndoshta kjo është arsyeja pse jemi të magnitur dhe magnitemi kur kuptojmë fjalët e para të Jezusit në kryq që ishin për faljen. Dhe këto fjalë erdhën pas orëve të tëra vuajtje, agoni në kopshin e Gjetsemanes, tradhti, arrestim, braktisje, mohimin e tij edhe nga njerëzit e tij më të ngushtë si Pietri, tradhtin nga miku mi ngushtë I tij, Juda, ishte një nga 12 njerëzit më të ngushtë të Jezusit, nga gjyqi pa imagjinueshëm dhe I paligjshëm që aty u bën në publik nga gjithë perandoria romake, fshikuimet, tallja, braktisja e tij në kryq. Pastaj ndërsa ai po gozhdoi dhe po ngrihej në të njëjtin kryq, ai tha, o atë, fali sepse nuk e din se çfarë bëjnë. Jezusi dukej se kishte një dashuri për të gjithë ata që e tradhtuan dhe abuzuan. Ai mendoi pak edhe për Judën, ndoshta në atë moment. Ne e dim kush ishte ai që e shiti për 30 aspra për monedha asaj kohe, edhe ai e shiti atë për disa qindarka, po prap ai e quan atë mik. Pietri, edhe pse I paqëndrueshëm në gjithë veprimin e tij, edhe në ditën më të vështirë e mohoi 3 herë, nëse unë do kisha një shok dhe do më mohonte mua 3 herë në ditën më të vështirë të jetës brenda zemrës time, do të isha ore, e ka mik këtë apo nuk e ka mik këtë person? Por prap, ai e quajti atë mik. Ai tashmë kishte ndërmjetësuar dhe më vonë e kishte rivendosur. Dishepujt e kishin braktisur dhe ishin fshehur në një dhomë. Por ai kishte vendosur thellë brenda zemrës së tij që prap këta do ishin miq. Ai qau
Dhe edhe kur pa Jeruzalemin që kishte braktisur, se një javë më parë shtronin palma dhe dafina, edhe rrobat e tyre dhe thërisnin osana, lavdëruar qoftë mbreti, që po vjen mbi gomar. Por një javë më vonë njëjta turm thëriste kryqëzoje, ai pa hipokrizin në jetën e miqve të tij, dhe prap ai i quajti ata miq. Unë nuk ju quaj, tha, shok, unë ju quaj miq juve. E përdori një shprehje të tillë Jezusi tek ungjit. Jezusi dukej se kishte një dashuri të veçantë për të gjithë njerëzit. Dhe a jemi ne brenda kësaj listës së Jezusit? A ka dashuri Krishti për ne në ditët e sotme? Më fani, le ta vendosim veten tonë dhe të kuptojmë se kur Jezusi vuante në kryq, ai vuante për gjitha mëkatet tona. Nëpërmjet kryqit, ai solli faljen. Vepra e shpëtimit të tij në kryq ishte për shkak të mëkateve tona, sepse nëse ne ishim të drejtë dhe e kishim dashuri brenda zemrës tonë, Perëndia nuk do vinte kurrë. Tozer, një shkrimtar dhe teolog shumë i njohur, ai tha: "Vereni veten tuaj dhe kuptoni se kur Jezusi vuante dhe vdiste, ai po të falte ty dhe mua, të gjitha veprat tona të liga, të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen, e të gjithë të keqen kozmike të botës, ai e gozhdoi në mishin e tij, për shkak të mëkateve tona. Te kryqi ai gozhdoi padrejtësinë për drejtësinë, dhe te kryqi me keqardhje ai solli shpëtimin për të gjithë ata që vuanin nga vetë besimi, vetë mjaftueshmëria, vetë admirimi, dashuria i mbuloi të tëra në kryq, prandaj jetoi jetën i pajtuar me Perëndin." Është një shprehje lapidare Tozerit që na bën të mendojmë thellë në jetën tonë. Dhe dini pse vijnë të gjitha urrejtjet në këtë botë? Se jemi të vetë kënaqur. Kemi vetë besim në vetja tonë. Jemi krenari, jemi të vetë mjaftueshëm, admirojmë veten tonë në vend të admirojmë Perëndin. Në një farë mënyre, ne si njerëz e kthejmë veten tonë në Perëndi, por ne kishim nevojë për një shpëtimtar të madh. Prandaj Perëndia dërgoi birin e tij Jezu Krishtin të vdiste në kryq për mëkatet tona, për të bërë urë lidhse midis të gjithë atyre njerëzve që ishin ndarë nga Perëndia. Midis njeriu dhe Perëndis ekziston një ndek i madh. Dhe gjithë ky ndek i madh, kjo humnere madhe, është shkaktuar për shkak të mëkatit në jetën tonë. Ai na ndau nga Perëndia, patjetër. Mëkati na ndau nga Perëndia, prandaj Perëndia dërgoi Jezusin në mënyrë që të bëshë ura lidhse midis njeriu dhe Perëndis. Mëkati na ndan nga Perëndia, Krishti na bashkon me Perëndin. Sepse edhe Krishti vuajti një herë për mëkatarët, na thuhet tek 1 Pjetri kapitulli 3 vargu 18. I drejti për të prap drejtët, për të na çuar ne tek Perëndia. I vrarë në mish, por i gjallë në frym. Që ka kuptimin ditën e tretë u ringjall prej së vdekurit. Është ura jon lidhse midis njeriu edhe Perëndis. Mëkati gjithashtu na ndan edhe nga njëri tjetri. Dhe këtu vjen lufta. Këtu është një pyetje që ne duhet ta mendojmë thellë. A luftoi Jezusi me faljen siç luftojmë ne çdo ditë? Ajo mund të jetë për shkak të vetë mëkateve tona që ne luftojmë kështu. Ndoshta kjo është ajo pjesë që kemi nevojë të shkojmë në kopshtin ynë i Getsemanit, edhe të lutemi ashtu siç u lut Jezusi me djersët që i rrithnin, duke mbajtur një barë të madhe brenda jetës së tij, sepse ai po falte gjithë mëkatin e gjithë botës. Jezusi luftoi atje me vullnetin e Atit, por ai u dorëzua. O At, tha, nëse dëshiron, hiqe nga unë këtë kup. Megjithatë, mos u bë vullneti im, por vullneti yt. Falja nuk është vullneti im. Falja është vullneti yt, o Perëndi. Në qoftë se ky është vullneti i Perëndis që unë duhet fal, kush jam unë të rezistoj mos faljes në këtë botë? Për këtë arsye kam nevojë të përul veten time dhe të shikoj kryqin, sepse prej tij u derdh gjithë dashuria e Perëndis për falje. Edhe le ndalemi pak tek dashuria e Perëndis. Dashuria e Perëndis në fakt shpesh përshkruhet si agape, një dashuri e pakushtëzuar dhe e përjetshme. Prandaj pastor do doja ta shpjegonim edhe më tepër për gjithë ata që janë duke na ndjekur se si e përshkruan Bibla këtë lloj dashurie dhe si shfaqet ajo në ngjarjen e të premtes së Pashkës. Në gjuhën e vjetër greke ka 3 fjalë për dashurinë. Një është phileus, që është dashuria e njerëzve me njërin tjetrin. Një fjalë tjetër për dashurinë është eros, që është dashuria midis një burri dhe një gruaje, edhe agape
është një dashuri tjetër që ka të bëjë unë të dua ty pavarësisht se çfarë ke bërë ti. Quhet një dashuri pa kushte. Nuk e vendosur kushte. Ti e do një shok sepse ai është shok për ty. Pra ke një kusht brenda gjithë kësaj lidhje. Në martesë ti e do në eros gruan apo burrin tënd për shkak se ti je i lidhur me atë. Po prap ke një kusht, ke një marrëveshje. Në agape ti nuk ke asnjë marrëveshje. Është një dashuri pa kushte. Perëndia të deshi ty pavarësisht. Edhe kur ti ishe armiku i Perëndisë, ai prap të quante ty mik. Perëndia thot unë të dua. Kjo është një nga arsyet pse Gjoni kapitulli 3 vargu 16 është një varg lapidar në ditët e sotme, sepse Perëndia e deshi aq shumë botën sa që dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të të mos u mbas, por të ketë jetën e përjetshme. Amin. Kuptimi i gjithë kësaj është që Perëndia na ka dhënë birin e tij, edhe për shkak të dashurisë së birit për ne jemi të rrethuar nga dashuria e Perëndisë në jetën tonë. Në një farë mënyrë dashuria e Perëndisë është e përjetshme. Nuk është vetëm për një moment, është për gjithë kohrat. Për këtë arsye kemi nevojë për faljen e Perëndisë. Nga kryqi e thash edhe një herë buroi gjithë dashuria e Perëndisë. Por nga ana tjetër si mund ta bëjmë dashurinë e Krishtit të dukshme në jetën tonë të përditshme, jo vetëm nëpërmjet fjalëve, por mbi gjitha me veprime konkrete, në marrëdhëniet që ne ndërtojmë në komunitetin ku ne shërbejmë ashtu sikurse dhe ju bëni. Kjo është një ditë vërtet për të menduar çdo besimtar, edhe jo besimtar për të menduar. Tek 2 Korintasit kapitulli 5, vargu 19, Perëndia e pajtoi botën me veten, me Krishtin apo jo. Tek Hebrejt kapitulli 8 vargu 12, sepse unë do të jem i mëshirshëm për paudhësitë e të gjithëve. Dhe tek Marku kapitulli 3 vargu 28, në të vërtetë po ju them se bijtë e njerëzve do t'u falen të gjitha mëkatet dhe çdo blasfemi, thot Krishti apo jo. Duke parë të gjithë këtë, ne kuptojmë që duhet ta ngrejmë Krishtin lart në jetën tonë. Vepra e madhe e kryqëzimit të Perëndisë në kryq, sepse në fundit ai ishte biri i Perëndisë që vdiste në kryq, tregon një dashuri të jashtëzakonshme të faljes. Perëndia për faljen sakrifikoi vetveten. Apo sakrifikoi gjën më të çmuar që ai kishte birin. Ne si njerëz nuk besoj që na është bërë një padrejësi aq e madhe sa që bë Krishtit. Vetë Bibla na thot ne që i drejti vdiq për të padrejtët, apo jo? Duke parë këtë, ne dim dhe jemi të sigurt brenda vetes tonë që brenda nuk ka asnjë njeri të drejtë as edhe një. Dhe padrejtësia është pjesë e mëkatit që ka ardhur në botë. Ne jetojmë çdo ditë në paudhësinë tonë. Duke parë këtë, ne kemi nevojë të pastrojmë veten, të ngrejmë sy të lartë, edhe të kërkojmë faljen e Perëndisë në jetën tonë. Krishti vdiq për ne, nuk është thjesht një klishe. Në fakt, Perëndia ishte aq i dashur me ne sa atë që ne meritonim e mori për veten në kryq. Më lejoni ta ilustroj këtë me një gjë të thjeshtë. Një herë në një qytet jetonte një gjykatës i drejtë. Ai gjithmonë kishte dhënë vendime shumë të rrepta për të gjithë njerëzit në qytet. Por një ditë policia kishte kapur djalin e tij duke vjedhur një bank. Kështu që gjykatësit i duheshej që ditën tjetër të gjykonte të birin. Tërë qyteti u mblodh jashtë. Edhe po mendonte tani për të gjithë djemtë tan ka dhënë vendime të rrepta. Shikojmë si do ta gjykoj të birin. Në një moment gjykatësi trokiti çekiçin e tij dhe pastaj filloi të theshte. Dëgjoni, djali im e meriton të dënohet me 25 vite burg. Njerëzit ngelën të shtangur. Thanë si ka mundësi të dënoj djalin e tij me 25 vite burg. Pastaj gjykatësi u ngrit nga tavolina e tij, hoqi mantelin dhe vendosi mbi të birin. Dhe tha, po në vend të tij më merrni mua. Ky është një ilustrim i vogël i asaj që Krishti bëri. Ne meritonim dëshkimin, por Krishti tha, po në vend të tyre më kryqëzoni mua. Dhe në kryq u kryqëzua çdo mëkat i njeriut. Në vend të tyre më kryqëzoni mua. Kjo është dashuria, të vdesësh për dikë tjetër. Edhe vetë Bibla na e thot, nuk ka dashuri më të madhe se kjo, se ai që vdes për dikë tjetër.
Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio, pse jo, për të reflektuar më tepër mbi gjithçka që ka ndodhur në të premten e Pashkës, me veprën e Jezusit në kryq, edhe se çfarë tregon kjo për jetën tonë, edhe për marrëdhëniet tona me njëri tjetrin, por mbi të gjitha me Perëndim. Por në këto momente shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga U Dorëzohem nga Gloria Nure. Rikthehemi vetëm pas pak me pastorin në studio. Gjithçka dorëzohet, këtu më gjen, ndërsa ti pranë më vjen, dëshpruar për ty, dëshpruar për ty, unë dorëzohem. Shpirtin tim derdhu me hir më shir, kam etje uri, kam etje uri, me krah të shtrir, lutjen më dëgjon ti, më fol tani Zot. Të njoh më shumë, dua të njoh më shumë, unë dorëzohem, dorëzohem, dua të njoh më shumë, dua të njoh më shumë, si një shpirtin tim lëviz, Zot i vepro, Zot i vepro tek unë, si një erë fort, Jezus fryt tek unë, Zot i vepro, Zot i vepro tek unë, si stoi e fort, shpirtin tim lëviz, Zot i vepro, Zot i vepro tek unë, dorëzohem, dorëzohem, dua të njoh më shumë, dua të njoh më shumë, unë dorëzohem, dorëzohem. Rikthehemi në studion e programit Muzik Plus, jemi në një puntat speciale në këtë të premte të kryqëzimit, në një bisedë shumë të veçantë me pastor Plator Çollakun sot, dhe në këto momente dua të ndalem tek një çështje e cila mendoj që duhet trajtuar në aspektin e asaj që në marrëdhënien tonë personale me Perëndim, por edhe se si e mbajmë peshën e kryqit sot. A e ndjejmë ende peshën e kryqit, edhe nga ana tjetër mund të jemi mësuar kaq shumë me hirin, sa që edhe bashkë ishim duke e thënë jashtë mikrofonit, e ujitim kaq shumë këtë pjesën e hirit sa që e teprojmë ndonjëherë. Si mendon pastor? Her pas here ne kemi një problem në botën e sotme. Krishterimi ja shtuar shumë ujë,
Edhe një nga ato gjëra që është shtuar shumë ujë, ne dëgjojmë her pas here të flasim për faljen. Por gjithashtu harrojmë që nga kryqi buroi gjithë drejtësia e Perëndis. Edhe duke parë në këtë këndvështrim, Krishti vdiq për gjithë të paudhët, që ka kuptimin nuk është një gjë e lehtë ajo që ndodhi në kryq. Krishti vdiq në kryq në mënyrë që ne të pajtoheshim me Perëndin. Vdekja e tij nuk ishte një gjë e vogël. Në fakt, atë ditë gjithë bota lëvizi kur Krishti vdiq në kryq, një tërmet i madh ra. Veli i tempullit u qa më dysh, nuk ishte qarë asnjëherë në historinë e njerëzimit. Brapa atij veli futeshe gjithmonë kryeprifti. Dhe zakonisht në fund të rrobave dhe mantelit të tij, ai kishte disa zile të vogla, sepse në qoftë se mëkatet nuk kishin falur, kryeprifti mund të binte i vdekur në anën tjetër, dhe askush përveç se tij, sipas ligjeve të dhjatës së vjetër, nuk kishte të drejtë hynte tek shenjtëria e shenjtërive. Zakonisht ata e lidhnin me një litar në mënyrë që mund ta trishnin në qoftë se ai binte i vdekur në anën tjetër. Por për herë të parë ky vel që ishte shumë i trash, ishte e pamundur të çaheshe nga ana njerëzore, në një moment ai çahet më dysh. Perëndia e hoqi velin. Me anë të kryqëzimit të Krishtit, Perëndia hapi një rrugë. Dhe kjo rrugë i bënte thirrje njerëzve që të pendoheshin edhe të ktheheshin tek Perëndia. Ishte i vetmi ndërmjetës. Nuk mund ta marrësh kaq lehtë. Her pas here ne shkojmë në kish. Edhe zakonisht kur është koha e Pashkës, kishat janë plot me njerëz. Por kisha nuk është vetëm një ditë të jetës tënde. Kisha duhet jetë çdo moment i jetës tënde. Sepse nuk kemi nevojë për falje vetëm një herë në vit. Ne kemi nevojë për falje çdo ditë. Martin Luther, një reformator i shekullit 15-16 të kohës së reformacionit, ai tha një gjë shumë interesante që e on në gjithë historinë. Dhe ai tha, jeta e njeriut çdo ditë duhet jetë falje. Pra çdo moment ne duhet të kërkojmë falje për Perëndin dhe çdo moment duhet të kërkojmë prezencën e Perëndis në jetën tonë. Falja nuk është një moment të vitit. Falja është çdo moment të jetës tënde. Ti ke nevojë të pajtohesh me Perëndin për shkak të Krishtit, ti u pajtove me Perëndin. Jezu Krishti nuk erdhi të sjellë shpëtimin për ata njerëz të cilët e kishin njohur Perëndin në jetën e tyre. Shpëtimi erdhi për gjithë ata që nuk e kanë njohur, por edhe për të gjithë ata që mendojnë që janë të shpëtuar dhe nuk janë të shpëtuar. Në qoftë se shikon historinë e djalit e djemve plankprishës, njëri qëndroi me babain, tjetri mori pasurinë dhe e prishi atë për 7 parçefe. Pa është një moment shumë interesant, kur djali kthehet, babai bën një festë të madhe. Edhe të gjithë kënaqen dhe marrin pjesë. E dini kush refuzoi të shkonte? Vllai i madh. Sepse ai mendoi, un kam qëndruar gjithmonë me babain tim, i kam shërbyer atij, por ai nuk theri për mua kur edhe një kec, kurse për këtë theri viçin më të majm. Dhe babai hidhet dhe i thot, dëgjoj biri im, vllai yt ishte i humbur dhe u gjet, po ti ishe gjithmonë me mua. Dhe historia mbaron këtu, ne nuk e dim se çfarë ka ndodhur me djalin e madh, por dim një fakt shumë interesant edhe që është Tim Keller e përmend. Ai thot ndoshta djali i madh ishte i humbur dhe djali i vogël ishte i humbur, pa e dinte që ishte i humbur dhe u kthye tek shtëpia dhe mori pjesë në festë. Djali i madh ishte tek shtëpia, por nuk mori pjesë në festë. Dhe kjo na bën të mendohemi. Ndoshta ne kemi dëgjuar fjalën e Perëndis, kemi jetuar me Krishtin që ka vdekur në kryq midis dy kriminalëve, njëri në të djatën e tij e tjetri në të majtën e tij. Por përsëri fjalët e kryqit nuk na kanë prekur ne në jetën tonë, se kemi hedhur kaq shumë ujë kësaj historie, sa nuk e kuptojmë tamam se çfarë Perëndia bëri, dha vetveten. Në qoftë se do të deshte dikush më shumë se kaq, nuk mund ta gjesh, po nuk e dha veten për një njeri, për të gjithë. Perëndia në kryq dha vetveten, kjo është dashuria. Ti japësh vetveten për të tjerët. Dhe kur ti e kupton që Perëndia bëri gjithë këtë sakrificë për ty, çdo ditë të jetës ke dëshirë ta jetosh atë për Perëndin. Dhe çdo ditë të jetës kur gabon, pendohesh thellë në zemrën tënde se është njësoj sikur ta kesh kryqëzuar përsëri atë. Prandaj ke nevojë të kërkosh atij përsëri falje. Tani, mund të ketë edhe njerëz që janë të humbur gjithë jetën e tyre, sepse vetë jeta është ndërtuar në atë lloj mënyre që ti të humbasësh edhe të mos e kesh vëmendje në atë që Perëndia bëri në kryq. Është një histori dhe një legjend shumë interesante për darkën e fundit të Leonardo da Vinci. Zakonisht kur Leonardo da Vinci pikturoi pikturën e tij,
ai zgjodhi 11 njerëz të ndryshëm nga historia për të përfaqësuar çdo personazh që ishte në darkë, 12 njerëz, që ishte në darkën e fundit. Edhe për Jezusin, ai zgjodhi një djalë të pamshëm që jetonte në atë kohë, e solën përpara tij dhe për 6 muaj ai pikturoi një personazh në darkën e tij të fundit. Pastaj vazhdoi me të 12 dishepujt dhe në fund piktura mbeti pa vazhduar. Thuhet që ai po kërkonte një personazh i cili kishte një natyrë të mëkatshme që tregonte edhe në pamjen e tij fizike, po askush nuk po ja gjente dot Leonardo da Vinci për ta sjellë në pikturën e tij. Dikush solli një lajm tek Leonardo da Vinci dhe i tha: "Dëgjoj, Leonardo, në Rom ekziston një kriminal shumë i famshëm, ai ka vrarë njerëz të ndryshëm, edhe fytyra e tij e tregon një gjë si kjo. A mund ta sjellim që me këtë të pikturosh Judën?" Aman, tha, silleni. Dhe son të lidhur përpara tij, për 6 muaj rresht, Leonardo da Vinci pikturoi këtë personazh të rënë poshtë në mëkat, në krime dhe në çdo gjë tjetër. Pastaj, pasi e mbaroi pikturën e tij, ju thot roje, mund ta merrni, unë mbarova punë me këtë person. Në këtë moment, ky kriminal bie në këmbët të Leonardo da Vinci. Edhe fillon të qaj me dënes dhe i thot: "Leonardo da Vinci, nuk më njeh ti mua?" "Jo", i tha, "derisa roje të son ty përpara meje, unë asnjëherë nuk të kam parë." "Vërtet nuk më njeh ti mua?" "Jo, asnjëherë nuk të kam parë." "Leonardo da Vinci", i tha, "unë jam i njëjti person që 6 vite më parë ti pikturove Krishtin në mua." Ishte i njëjti person që ishte pikturuar për Krishtin edhe për Judën, po për shkak se kishte jetuar një jetë krimi, mëkati, në jetën e tij e kishte kthyer atë në personazhin më të urryer në jetën njerëzore. Për shkak të jetës që jetojmë, ne mund të kthehemi edhe në një bish. Por Perëndia, me dashurinë që na dhuroi nga kryqi, mund të na kthejë ne, po e them në mënyrë simbolike, në një angjëll. Ai mund ta ndryshojë jetën tonë në atë lloj mënyre që ne të arrijmë të shkuarën dhe të jetojmë të ardhmen. Ne të transformohemi në Krishtin. Amin. Edhe unë e kam përmendur edhe më herët, në ditën e sotme kryqi pastor nuk është fundi, prandaj po të ishte thjesht kryqëzimi një vdekje, do të ishte një ngjarje tragjike në histori, por nuk është kështu. Prandaj pse kryqi nuk është fundi? Çfarë do të thotë kjo për ne si besimtarë? Perëndia vetë nuk e mbyll historinë te kryqi. Perëndia e mbyll historinë tek dita e diel, që ju do keni një person ndoshta tjetër të ftuar në emisionin tuaj. Perëndia e mbylli historinë tek varri bosh, tek ringjallja edhe tek varri. Perëndia nuk na la vetëm dhe nuk na braktisi. Ai tha se do të kryente veprën e shpëtimit, por që ditën e tretë guri do të idhej tutje dhe varri do të ishte përsëri bosh. Ai vazhdon të jetë Zoti në qiell, edhe Zoti në jetën tonë të përditshme. Kur e pranojmë atë në jetën tonë, ai është pjesa jonë. Për të gjithë ata që duan Perëndin dhe i thrasin Perëndis për ndihmë, ai do të jetë me ta gjithmonë. Ai ka thënë: "Unë nuk do t'ju le vetëm, fryma e Perëndis do të jetë me ne në çdo ditë të jetës tonë." Duke pranuar atë në jetën tonë, kemi shpresë se nuk jemi vetëm, që pavarësisht mosfaljes së kësaj bote, krenarisë së kësaj bote, i dhërimit të kësaj bote, urrëties së kësaj bote, luftrave të kësaj bote, Perëndia vazhdon të jetë fitimtar mbi të gjithë urrëtien edhe mbi gjithë ligësinë. Gjithë urrëtia kozmike dhe gjithë ligësia kozmike, gjithë mëkati kozmik i kësaj bote mori fund atë ditë në kryqin e Golgotës, kur Krishti vdiq. Atje ai kryqëzoi mëkatin dhe bashkë me vdekjen e tij vdiq mëkati. Por ama, mëkati vazhdon të jetë pjesë e jetës së sotme, mund të thotë dikush që është duke na dëgjuar në radio. Kjo është e vërtetë, por ti nuk je pa shpresë. Ti ke një Zot të gjallë që mund t'i thërresësh atij për ndihmë për të transformuar jetën tënde, në mënyrë që të ndodhë një metamorfozë në jetën tënde. Metamorfoza është kthimi i krimbit në një flutur, apo jo? Perëndia kur e bën këtë në një proces kaq të vogël të jetës njerëzore, mund ta kthejë jetën tënde në një lulej, mund ta lulëzoj jetën tënde, e ta ndryshoj jetën tënde. Nganjëherë metamorfoza ndodh e kundërta, që mund të kthesh nga flutur në krimb, por ajo që Perëndia dëshiron të kthejë nga krimb në flutur. Dhe ndoshta në këtë momente janë shumë persona që po dëgjojnë këtë intervistë, të bisedë në studio dhe mund të jenë larg Perëndis, mund ta ndjejnë veten larg këtij, ndoshta të zhgënjur, të fyer, mund të ketë persona që ndjen bosh.
Prandaj, cili do të ishte një mesazh që ke për secilin prej tyre sot në këtë ditë të veçantë ku mbi të gjitha dashuria dhe mëshira triumfuan nëpërmjet dhimbjes? Jezusi nuk vdiq vetëm, ai vdiq për të paguar dëmin e mëkatit në jetën tonë. Prandaj, ndoshta edhe në mënyrë simbolike kemi dhe dy kriminal, njëri në të djatën e tij edhe tjetri në të majtën e tij, që na tregojnë që ishin dy njerëz, njëri u pendua, tjetri nuk u pendua. Ky është një vendim që gjithë secili prej nesh e merr atë vet. Edhe në piktura e Rembrandtit, tre kryqet, ne mund të shikojmë tre kryqe dhe Jezusin dhe dy kriminalët në një anë, por në një qoshe në një gur shikojmë një siluet. Shumica e njerëzve që janë kritik arti mendojnë që ajo është silueta e Rembrandtit, që edhe ai vet kishte nevojë për kryqin në mënyrë që të pendoheshe. Krishtin atje në kryq nuk mbeti vdekur, por ai u ngrit përsëri dhe ai u ngrit për të sjellë faljen, prandaj nëpërmjet Krishtit ne mund të bëhemi të drejtë me Perëndin. Si rezultat, kryqi kërkon faljen, edhe kërkon pendim, në mënyrë që të pendohemi për çdo gjë të keqe që kemi bërë në jetën tonë. Kryqi ishte kushti vetëm i faljes së Perëndis. Kryqi gjithashtu kërkon që ne t'i falim të tjerët në të njëjtën mënyrë se si Perëndia na ka falur ne. Dikush, unë kisha një problem me mos falje në jetën time. Edhe kjo është dëshmia e jetës time. Unë i rezistova Perëndis deri në atë moment që dikush erdhi në jetën time dhe i thash kam ca njerëz nuk i fal dot. Dhe nuk mund ta pranoj dot Perëndin që mund të fal. Dhe ai më ka thënë një shprehje që jeon në vesh të mi çdo ditë të jetës time. Fali të tjerët me të njëjtën masë që Perëndia të ka falur ty. Sa të ka falur Perëndia ty, më pyeti? Sa dha birin e tij thash në kryq për mëkatet. Dashuria kërkon të sakrifikosh për të tjerët. Ti japësh gjithçka për të tjerët. Për mua kjo gjë e bëri atë ditë pashkën e vërtet në jetën time. Sepse më mësoi gjithçka, nuk ka dashuri më të madhe se kjo, sa ai që jep jetën e vet për të tjerët. Tani kur shikoj kryqin në ditën e sotme dhe Krishtin në kryq, kur dikush më pyet se sa shumë Perëndia të ka dashur ty, unë mendoj vetëm kaq shumë, sa hapi krahët e tij në kryq dhe më fali mua. Dhe nga kryqi, unë kuptoj që dashuria e tij është e pafund, vazhdon çdo ditë. Prandaj, kam nevojë të pendohem dhe të zgjedh një rrugë tjetër, rrugë të cilën e hapi Krishti nëpërmjet kryqit. Ta pranoj atë në jetën time dhe ai ka për treguar çdo problem që unë kam në jetë. Amin. Amin. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak për të ndalur edhe tek diçka e fundit, por në këtë moment e juftoj që të ndiqni një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga Shërbëtori mbret, ndjekim së bashku.
që hyje shpërndar. Gosht femizore, ju dorëzua, është Zoti ynë, shërbëtori mre, ta ndjekim pasajina, tret flim për ti, ati e kënjaje, si Shërbëtori mbret nga kisha ngjëllore Livonik Mali, që është kjo këngë e cila na rikthen në studion e programit Music Plus dhe duke qenë se pak nga pak po mbrim edhe në fund të bisedës sonë në studio, pastor, megjithatë kryqi është një ftesë për të ecur me Perëndim, për të ecur drejt Perëndis, i cili na desh aq shumë, prandaj cili do të ishte një mesazh që ke për gjithë ata që janë duke na ndjekur në ditën e sotme dhe ndoshta ende nuk e kanë vendosur zemrën e tyre, nuk e kanë të hapur për të pranuar veprën e Jezusit në kryq dhe atë në jetën e tyre. Është një nga vendimet që merret një herë në jetë, edhe është vendimi i dur. Unë nuk jam penduar kur për atë që kam vendosur të ndjek Krishtin, mësimet e tij edhe të vendos shpresën e jetës time mbi atë që mban të ardhmen. Ai ishte krijues i gjithë botës, mori pjesë në krijim, gjithashtu ishte gjithashtu edhe krijuesi i gjithë shpëtimit, sepse njeriu ra në mëkat që nga koha e Evës dhe Adamit. Në gjithë historinë unë nuk e shikoj asnjëherë Perëndin të ketë punuar në të kundërtën e jetës time. Por në errësirën e jetës time ai është duke u përpjekur të më gjente mua nga errësira në dritën e tij të përjetshme. Dhe gjithçka e ka bërë nga dashuria. Perëndia është duke kërkuar për çdo njeri që është duke na ndjekur në këtë moment. Kela, nëpërmjet kryqit, Perëndia hodhi dritë mbi mëkatet tona, në mënyrë që të shikojmë veten edhe të kuptojmë që veten nuk e shpëtojmë dot, por kemi nevojë për një shpëtimtar. Për shkak se ne nuk mund të shpëtonim veten, Perëndia dha veten, dha Krishtin në kryq për mëkatet tona. Ai ishte dhurata më e madhe e Perëndis. Në qoftë se refuzojmë atë, kemi refuzuar Perëndin. Dhe në qoftë se nuk e pranojmë atë në jetën tonë, kemi humbur të vetme rrugë që Perëndia i jep njeriu për të ndryshuar jetën e tij një herë e përgjithmonë. Në qoftë se thua se Perëndia nuk e ka kryer veprën e shpëtimit nëpërmjet Krishtit, ti ke mohuar Perëndin dhe ke mohuar të vetmen mundësi që ke për ta njohur atë. Merre fjalën e Perëndis, studioje fjalën e Perëndis. Kuptoje pse Perëndia e bëri këtë vepër të madhe shpëtimi, sepse ai të deshte aq shumë, sa që dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos u mbas, por të ketë jetën e përjetshme. Nëpërmjet Krishtit Perëndia na ofroi me vetveten. Në qoftë se duam të njohim Perëndin, duhet të njohim Krishtin. Në qoftë se duam të jetojmë një jetë në përputhje me atë që thot Perëndia, duhet të njohim Krishtin. Në qoftë se duam të ndryshojmë në jetën tonë, duhet të njohim Krishtin, sepse tek ai ja rrugët e jetës, është e vetmja mundësi për ta jetuar jetën. Që kur ndryshoj jetën time, mund të ndryshoj jetën e çdo njeriu që është duke dëgjuar. Dhe jam shumë i lumtur të them që ai është Zoti edhe shpëtimtari im. Zoti që më deshi aq shumë sa vdiq në kryq për mëkatet e mia. Uroj dhe shpresoj që çdo njeri që është duke dëgjuar ta kuptojë rëndësinë e kryqit. U ngritën mbi 4000 kryqe në kodrën e Golgotës apo në kodrën e Kafkës, por vetëm njeri prej tyre jeton për t'i treguar botës se Perëndia ekziston dhe mund të ketë një marrëdhënie personale. Është vetmja urë midis njeriut dhe Perëndis. Le ta ndërtojmë këtu midis nesh dhe Perëndis në mënyrë që të jetojmë ashtu si çdo Perëndia, jo vetëm për një kohë, por për gjithë përjetësinë. Pastor, kënaqësi shumë e madhe të ishim në ditën e sotme, në këtë ditë shumë të veçantë. Edhe të falenderoj për gjithçka që ke ndarë për dëgjuesit tanë. Gëzuar Pashkën dhe uroj që kjo të jetë një periudhë e bekuar për ty personalisht, por edhe për kishën, për shërbesat që ju keni. Gëzuar dhe ju dhe shpresoj që drita e Krishtit të shkëlqejë në jetën e njerëzve. Të falenderoj. Ne përfundojmë bisedën tonë në studio, shkëputemi për të ndjekur një tjetër këngë, vjen Marcel Firaj me këngën Jam në shtëpi me Atin, rikthehemi vetëm pas pak për të ndalur tek diçka e fundit.